emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, kudo që na ndiqni të nderuar shikues, tashmë mandatari i ri për formimin e qeverisë u caktua dje nga presidentja zoti Glauk Konjusa, nga në vetvendosi kjo shihet ka filluar të shihet si një kompromis të madh që bëri vetë Kurti në interes të shtetit, në interes të një Kosove pa institucione e që dëshiron të jap institucione shpejt, formoj qeverinë, por a është e vërteta kështu? Pa marrëveshje politike, Glauk Konjusa synon të marrë votbesimin në kuvend pas 15 ditësh, me që sa afati po them ka filluar të rrjedhë si i tillë dhe as zoti Konjusa, as zoti Kurti nuk thanë që do të bëjnë marrëveshje politike me tjerët për të dhënë vendit të një qeveri koalicioni, por këtë po bëjmë për Kosovën, përkohësisht në mënyrë që Kosova të mos mbetet keq pikpamje të buxhetit shtetin, pikpamje të pagave, pikpamje të shumë reformave tjera në plan e brendshëm e të jashtëm dhe gjithë ky proces që lidhet me nevojën që Kosova të ketë institucione adresë të qartë për vendimmarrje. Cila është e vërteta? Ku do t'i gjejnë ato vota? A do të reprizohet historia politike e Kosovës me tregti votash, me kalim deputetësh nga një tabor në tjetër e tjera, do ta shohim të qoftë qëndrimi publik i partive politike, PDK-s, LDK-s, nismës është i qartë. I thanë dje presidentës para se ta mandatoj Konjusën, mos e merr këtë mendim se është blerje kohë dhe nuk ta çon askund. Megjithatë, zonja Osmani e mandatoi Konjusën, duke thënë se nuk ka vënë në zbatim diskrecionin kushtetues, se ishte vetëm një parti ajo që kërkoi të bëjë orvatjen e fundit për të marrë votbesimin në kuvend. Kam të ftuar për analistin Afrim Kasolli. Kasolli, faleminderit për kohën. Faleminderit edhe për juve. Momentum i vjetër me gjas. Sipas jush ku janë aktualisht ku janë votat, si do të kush do ta votojë zotin Konjusa? Pat një deklaratë interesant vetë Kurti kur e nominoi atë në parti. Besoj tha që votat e mia i ka. Votat e mia i ka. Minimumi është 56. Të angazhohemi maksimalisht, minimalisht fraza. Mase mund të ketë edhe të tjera vota, po. Jo, realisht do të ketë Kosova qeveri pas më ditësh sipas jush. Dëgjore, jam skeptik që do të ketë qeveri. Okej, po ja lajm tash proceseve të verifikohet kjo, sepse nga fillimi do thotë nuk po hym prej certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve dhe gjithë drama që e ka shkuar do thotë me atë blokadën e stërgjatur të kuvendit të Kosovës, por edhe prej rrjedhjes së afatit kushtetues për mandatarin e parë, do të Albin Kurtin, shihet qartë që interesi kryesor i lëvizjes vetvendosi ishte që të blente sa më shumë kohë. Këtë drejtim që sipas kalkulimeve të tyre elektorale, të paktën duhet që zgjedhjet nacionale të përputhen me një prezencë më të madhe të diasporës në Kosovë. Kështu e kam pa dhe kam thënë edhe para disa ditë një shkrim do thotë kam thënë pas vendimit për miratimin e buxhetit problematik në aspektin ligjor, dërgimit të tij në kuvend, rritjes së pensioneve, të shtesave, premtimit për pagën e 13 për shërbyesit publik do thotë të inkorporuar në kuadër të projekt buxhetit të vitit 2026, as tashmë Kurtit vetëm edhe një qëllim politik i ka mbetur që të blej kohë sa më shumë në mënyrë që të përputhet maksimalisht, jo minimalisht, po përduhet maksimalisht që të përputhet do thotë data e zgjedhjeve të jashtëzakonshme me atë prezencës më të madhe të bashk adhëtarëve tonë që kthehen për festat e fundvit. Ajo është një atmosferë festive, do thotë sipas analistëve, sepse vetë nuk pata mundësi ta bëj kalkulimin shpesh, sipas analistëve që merren me monitorimin e proceseve juridike e politike. Data ideale për zgjedhjen, nëse dështon, do thotë që sipas gjitha xhaseve do dështon edhe nominimi i dytë, do t'i bie dikon ka 28 dhjetori, që jemi në mes të krishtlindjeve dhe në mes të vitit. Kjo është data, po. Do thotë me 28 dhjetori jemi në një atmosferë
festive, kësaj atmosfere festive do t'i shtohet edhe dalldia elektorale dhe që Kosova do ta përmbyll këtë vit të humbur, siç e tha edhe ambasadori, e kemi thënë edhe ne, po siç e tha edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë me rastin e dorëzimit të raportit progresit, që ky ishte një vit i humbur për Kosovën shumë shka, u dëshmu edhe që raporti i progresit këtë vit ishte shumë negativ se sa vitet e kaluara, por kjo është tash temë tjetër që ja vlen të mbasi një misioni veçantë bëhet për sfidat ku ka ngjesur sektor për sektor. Kosova. Ndërkohë ajo që është interesante është që ka të bëjë me kontradiktat me cilët lëvizja vetëvendosje po operon në këtë rast, nga se në njërin anë ajo është e bindur që është brenda normave ligjore me miratimin e buxhetit në qeveri dhe dërgimin në Govend, do ajo tash e konsideron punë të kryer, kurse në anën tjetër bën thirrje që të votohet një qeveri tjetër e cila do të ishte legjitime për ta miratuar buxhetin. Tash, nëse kjo është, a kupton ku është kontradikta? Albin Kurti dhe Kuran Murati kanë miratuar buxhetin e vitit 2026. Ja u kanë dërguar deputetëve në Kuvendin e Kosovës, ja u kanë lënë përgjegjësi deputetëve të Kuvendit dhe komisioneve përkatëse parlamentare për ta shqyrtuar. Atëherë pse ka tash nevojë të votohet një qeveri legjitime për ta riadresuar buxhetin. Pra thot kjo tregon që në esencë kontradiktin e tyne dhe bindjen e tyne të thellë që edhe ata janë të vetëdijshëm që janë duke bërë shkelje ligjore me këtë mënyrë se si e kanë proceduar projekt buxhetin. Mirë po që kjo është bërë me agjend puro elektorale në mënyrë që para opinionit publik të tentojnë që të shfaqen si një subjekt racional politik, që shqetësim kryesore kanë mos kollapsimin financiar të shtetit, por që në këtë rast janë të bllokuar nga subjektet opozitare dhe që po ofrojnë, siç e përmendën në fillim, një kompromis të madh politik nga pikpamja e vetëvendosjes. Kështu interpretohet. Brenda edhe mosgjesi e tillë. Do se për mua ta them tash bindjen time politike për mua jam që Albin Kurti të jetë shumë më shumë kryeminist se sa Glau Konjuca. Albin Kurti është më i përgjithshëm politikisht se sa Glau Konjuca. Do ta argumentoj gjatë kohës, veç edhe do të mirrem pak me edhe me kontradiktat e presidentes kur tha që ja ka dhënë për shkak se kanë dëshmuar që kanë gjasa më të mëdha, me që nuk ishte kandidat tjetër, kanë dëshmuar që kanë gjasa më të mëdha me kandidatin e tyre, mirë po këtë pretendim të presidentes e rrëzon menjëherë vetë Albin Kurti, i cili thotë që i kemi 56 numra dhe nuk ka shans teorike që të kemi marrëveshje me subjekte tjerë. Publikisht, pra do thotë arsyetimi institucional dhe arsyetimi procedural i presidentes rrëzohet politikisht nga vetë subjekti politik të cilin ajo e mandaton para se të merrej vendimin për të para se të merrej vendimin. E tha Kurti, thotë këto janë pak shumë. Këto po ata për qëllim që t'i vënë spikom këto kontradikta politike për të vënë spikom këto kontradikta politike të presidentes dhe televizjes vetëvendosje për të kuptuar lojën e cila po luhet dhe që tëra është në funksion të agjendës elektorale dhe të justifikimit para opinionit, sepse më pastaj edhe arsyetimi i presidentes ishte i njëjtë me televizjes vetëvendosje se Kosovës i nevojitet një buxhet, Kosovës i nevojitet ratifikimi i marrëveshjes ndërkombëtare me Bashkimin Evropian për qasje në fundet e BE-s për planin e Ballkanit Perëndimor dhe ajo marrëveshja me Bankën Botërore nuk e di sa është shuma financiare që ka drejt Kosova t'ja arkëtoj. Do të që është një shumë solide financiare, marrë parasysh edhe krizën ekonomike. Pra do arsyetimi publik është që këto lëvizje taktike po bëhen në funksion të këtyre objektive, por kontradiktat e tyre tregojnë që e kanë lojë serioze, sepse një qeveri e cila është e bindur që ka bërë një veprim të mirë me rastin e miratimit projekt buxhetit, nuk ka nevojë të kërkojë legitimitet dhe mandat për një qeveri tjetër në funksion të një. Për ju nuk është habitshme çfarë bëri dje presidentja. Jo, absolutisht nuk. Sepse po shihet habi nga PDK, LDK, në këto subjekte tjera, pajtona dhe subjekte tjera politike ndodhen në një pozicion pak të palakmueshëm politik, edhe atyre do t'ju duhet një justifikim para opinionit publik për veprimet të cilat do t'i ndërmarrin qoftë edhe me mos deklaruan që nuk do votojnë Glau Konjucën. Shumë prej tyre ne kemi pasur rastin kur ishte blokada parlamentare, ishin të gatshëm me dy duar ta votonin për kryeparlamentar Glau Konjucën, vetëm që në vend të Albulena Haxhiut madje kishte thirrje se i bëj thirrje Glaukut që sa më shpejt të dal nga lëvizja vetëvendosje për shkak trajtimit jo dinitos që po ja bën ky subjekt politik, sepse ai meriton një pozicion shumë më të mirë se sa ai që po e trajtonte. Kishte shumë eksponent, sidomos të Partisë Demokratike të Kosovës, ndërkohë tashmë topi është në anën e tyne, është ato duhet të justifikohen pse janë kundër Glaukut kryeministër e pro Glaukut krye parlamentar.
Cili tash do t'ju duhet ta gjejnë një justifikim publik. Pse duhet votojnë kundër Glaukut kryeministri kur të njëjtat kanë bërë thirrje që madje me Glaukun deri në 80 vota të deputetëve të Kuvendit të Kosovës do t'i fitonte si kryeparlamentar. Nuk janë ekuivalente këto pozita. Pozita e kryeministrit nuk solidarizohet me ato interpretime që megjithatë Glauku është më i përshtatshëm për kryeparlamentar se për kryeministër, se kërkon një kompetencë më të madhe profesionale. Absolutisht nuk është e vërtetë. Kryeministri si kryeparlamentari veç duhet ta plotësojë kriterin, ajo përfaqësues politik, ajo përfaqësim politik është. Veç duhet ta plotësojë kriterin procedural që është shprehje ligjore e vullnetit dhe sovranit të popullit, nuk është që nevojitet ndonjë ekspertizë më e madhe për të qenë kryeministër. Sepse ai nuk është teknokrat. Ajo përfaqësues politik, Ndëgjoj. Të shpjegojmë ka dal hap mas hapi, sepse ke momente kur artikulimin e bën nga pika në pikë, po them. Po për shkak të për ju nuk është e habitshme në memorin e shikimit të raporteve që kishte presidentja që ka me zotin Kurti. Kjo lloj vendimarrje, edhe pse në sipërfaqe duket që kjo arvatje mund të jetë e predispozuar që të dështoj. Përse se vetë Kurti e tha, dje, nuk i kem votat, unë shpresoj që mund të marrë ndoshta në një më shumë se unë, por pa marrëveshje politike po shkon në kuvend. Dhe që nuk ka gjasa teorike, tha. Nuk ka shans teorike, tha, nuk ka të kemi marrëveshje politike. Prandaj, po them, ky veprimi i zonës Osmani për ju nuk paraqet habi. Për ta kontinuar një datë zgjedhjeve që mund të jetë 28 dhjetori, pikërisht në kohën kur vinë bashkëdhetarët. Ne kemi diskutuar në këmbim një mbështetës për një mandat dytë. Kjo nuk është hera e parë, do thotë që presidentja ka dëshmuar veten që është notere institucionale e kërkesave politike të Albin Kurtit. Unë tash fakte nuk kam për ta dëshmuar, mirë, po në bazë veprimeve publike lën të kuptohet që kjo është bërë në një kombinatori të plotë, është bërë në një marrëveshje përbashkët të kjo lloj skeme, por tash ti nëse më thu argumento se jo, këto nuk muj me dëshmu në kuptimin juridik. Shembujt politik të çojnë atje. Po përvoja politike, domethënë është prej kur është zgjedhur presidentin, e dim disa prej rasteve më të njohura, do thotë, kur kërkesat politike të Albin Kurtit janë shndruar në normë dhe ligj për presidentën Vjosa Osmanin, do thotë, ajo e kemi parë fjalimin e ish kryeministrit në atëherë fuqi plot që Gjeremi Sufaj nuk guxon të jetë prokurori i vendit dhe i njëjtin nuk e ka marrë dekretimin e presidentit. Kosova ende vazhdon ta ketë një ushtrues detyre në pozicionin më të lartë të rëndësishëm të aktakuzës, në pozicionin më të rëndësishëm të hetimeve juridike, për shkak se presidentja ju ka nënshtruar vullnetit politik të Albin Kurtit. Kjo është e qartë. Më pastaj arsyeja pse nuk është dërguar në gjykatë, sepse nuk e ka ushtruar. Problemi është se nuk e ka ushtruar funksionin e saj kushtetues. Ajo e ka pezullu funksionin e saj kushtetues për të mos e dekretu. Do të nuk ka vepruar në përputhje me detyrat kushtetuese. Kjo është shkelje edhe sipas njësve të kushtetutës, absolutisht kjo do të penalizojnë sikur dërgoi Londra në gjykatë kushtetuese. Janë pastaj arsye tjera politike pse nuk u dërgoi, nuk u siguruan numrat e mjaftueshëm, nënshkrimet e mjaftueshëm, sepse nevojitet një shumë e caktuar e nënshkrimeve të deputetëve për ta adresuar në Londër. E kemi pa ashtu edhe rastin e shkarkimit të pajustifikueshëm dhe arbitrar të ish kryetarës Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete, sepse ne i dim tensionet politike ndërmjet Albin Kurtit dhe Valdete Dakës. Presidentja nuk ka pas tensione publike me Valdete Dakën, madje sipas disa dhënave që qarkullojnë në opinion ato janë edhe të afërta familjarisht janë. Po janë nuk e di këtë, do të thuhet që janë prej kanë raporte familjare. Ne deri në atë moment nuk kemi pa tensione politike ndërmjet presidentes edhe ish kryetarës KQZ-s. Domethënë ajo sjellje e saj, ai veprimi i saj për ta shkarkuar pas një arsyetim dhe pas një justifikim publik, po ashtu i cili nuk u dërgua në gjykatë kushtetuese për arsye politike, tash që ata të cilët veprojnë politikisht duhet i shpjegojnë para opinionit dhe të marrin përgjegjësi politike, sepse duke i shërby, duke mos dashme godit presidentën Osmani në aspektin kushtetues, i kanë shërby në fund edhe Albin Kurtit politikisht. As kjo lond nuk u dërgua në gjykatën kushtetuese. Tash jemi tek data e zgjedhjeve. Kemi Kasolliç, për shembull, përpos dy raste të mëdha, absolutisht mëdha.
Një njërën prej rast që heshti vetë LDK që nuk ishte e gatshme në rrethanat e kohës, t'i jap në shkrimet për ta çuar lëndën në gjykatën kushtetuese. Në të dy rastet ka nguru lidhja demokratike e Kosovës, të dy këto raste. Kemi rastin e çmimeve të larta të energjisë, që është 2-3 fishuar çmimi i energjisë. Kemi çështën e bllokimit të buxhetit për këtë komunat e Kosovës, një polemike thellë midis qeverisë qendrore dhe habitatit politik që nuk vjen nga vetvendosa e qeverisë, e që ndërlidhet me fushën e kompetencave të presidencës, për të siguruar që ka funksionim demokratik të institucione, gjë që nuk e bëri heshti. Edhe një rast tjetër, rasti i fundit ma i freskët. Rasti i fundit domthon kërcënimi i Albin Kurtit, që nëse është kryeminist do t'i penalizoj ato komuna të cilat nuk qeverisen nga lëvizja vetëvendosje, që sipas ti nuk din të punojnë mirë edhe vjedhin. Kjo është një kërcënim i hapur për përdorim të buxhetit shtetit për interesa tribale politike. Ajo ka për obligim që të jetë përfaqësuese e unitetit politik të gjitha subjekteve politike. Institucionet funksionojnë me demokraci. Kush e përcakton që vjedhin kryetarët e komunës? Prokuroria, gjykata në fund. Gjykata në fund e përcakton. Nuk është Albin Kurti që e përcakton se cilët janë hajnë dhe cilët nuk janë hajnë. Gjithta shembuj tregojnë ose që punojnë ose nuk punojnë mirë kryetarët e komunave. Nuk e përcaktojnë qytetarët e komunave përkatëse. Nëse ata janë të kënaqur me kryetarin, veprimet e një kryetari eventual janë konform disponimit politik në një komunë. Gjithta shembuj. Kjo memorie politike rasti më skandaloz është prapë tham edhe që ky kërcënimi që buxhetin e përbashkët shtetit ka me përdor vetëm për interesa partijake. Që ishte një lloj edhe kërcënimi, ishte edhe një lloj shantazhi ndaj lirisë së vullnetit të qytetarëve të Kosovës, sepse në njëjtën kohë, siç ai po i akuzon subjektet opozitare që me bllokadën që ja kanë bë, po e rrezikojnë buxhetin e shtetit, në të njëjtën kohë ky i shantazhoi qytetarët që nëse votoni sipas vullnetit tuaj politik për kandidat që nuk i takojnë lëvizjes vetëvendosje, ju do të provoheni nga fondet qeveritare. Nuk keni para. Nuk keni para, a diçka ju tha, parat që ju votuat mu nuk keni para. A diçka ju tha qytetarëve, parat e juve unë më nuk jav jap. Sepse ato parë buxheti me çka mushet? Mushet me taksat qytetarëve të Kosovës. Tha, parat e juve unë më nuk kam i përdor në funksion të interesave të përgjithshme, por kam i përdor veç në funksion të interesave të partisë. Ju po shihni. Kjo është kapje ekstreme e shtetit. Shteti jam unë, buxheti jam unë, gjithçka jam unë, edhe kemi heshtje totale ndaj kësaj gjuhë arbitrare politike prej ndaj kësaj gjuhë arbitrare prej një pozicioni partijak politik për ta përdorur shtetin sipas interesave të pushtetit. Presidenti apo mbyll syt do vesh. Syt domthon kjo është edhe një rast tash nëse hym ne në gjenealogji të këtij mandati 4-5 vjet. Edhe për gjuhën ndaj media, presidenti. Edhe për gjuhën ndaj media, nëse hym në gjenealogji. Ishte në raport progresit, është një pikëlluese gjendja. Që hym në gjenealogjinë e koordinimeve të përbashkëta politike, gjatë këtij mandati që realisht po bëhen 5 vjet, jo më 4 vjet, sepse gati Albin Kurti i boni 5 vjet në qeverisje. Mund ta thoni që konjufsa nuk është një ofertë serioze për mbajtësore? Jo, për shumë arsye, bilëm unë në fundit shumë atë dobeshëm e shoh Albin Kurtin se sa Glau Konjumcën për kryeministër, përkundër pretendimeve të vazhdimësi të disa subjekteve opozitare që kanë shprehur solidaritet më të madh me Konjumcën, bilem se sa me Kurtin, bilem shumë të gatshëm në situata të caktuara për kompromis e shoh Kurtin se sa Konjumcën, po për shkak sepse Konjumca do të tregohet edhe më i ashpër nga ndjenja e detyrës për Albin Kurtin. Konjumca nuk ka asnjë pikë shikim tjetër politik përpas asaj se si ta kënaq Albin Kurtin. Dhe në këtë drejtim, Albin Kurti ka vullnet më të madh për shime politike nëse vjen situata se sa vet Glau Konjumca. Sepse Glau Konjumca është, a di ç'është Glau Konjumca? Po pse e bëre? Pse vendosi atë? Nëse kjo është për blerje kohe, kjo është nuk mund votohet. Po ndëgjoj, platformë përbashkë për siguru pellgë elektoral, pishin elektorale. Dy janë motivet. Në fakt tash ka shumë motive për me e kompletu justifikimin e lëvizjes vetëvendosje para opinionit publik. E para na e bërëm kompromisin e madh. E dyta që është më e rëndësishme,
po ja ku e keni ofertën për ta votu buxhetin, për t'i tejkalu ato sfida tjera institucionale e shtetërore të cilat i përmendën. Kjo është dhe e treta, që është motivi kryesor, se në momentin kur thunë nuk ka gjasa as teorike për marrëveshje politike me subjekte tjera, që të konsumohet edhe ky afat 10 ditor dhe që data ideale të jetë 28 dhjetori si datë e zgjedhjeve me kalkulimin. Nuk ndodh askon kasove. Dëgjoj, me kalkulimin elektoral se do të jetë do të jetë më profitabile për subjektin politik, nga se është dëshmuar statistikisht që diaspora në masë më të madhe është mbështetëse e lëvizjes të vendosjes. Zgjedhjet e fundit, jo vetëm të vitit 2021, por në përgjithësi si zgjedhjet lokale, si ato në përgjithësi ka ekzistuar një trend i mbështetjes më maksimale për lëvizjen vetvendosje. Dhe nëse të njëjtit tash do të janë në Kosovë, do ta kenë shumë më të lehtë të votojnë se sa shkon nëpër ambasada, voto me post e tjera, do të jetë një qasje më e shpejtë, më e lehtë dhe një kalkulim i tyre që do të jetë më profitabil për ta në aspektin elektoral. Këtë kjo skemë është e qartë pse po bëhen këto malverzime politike. Nuk po bëhet përpjekja për të dhënë Kosovës institucione, po për të rifituar legitimitetin, për ta reprizuar legitimitetin ka më shkurtë 2021. Çesa është jo serioz vetë kandidati i sapo nominuar për kryeministër. Populli pret shumë shpejt që ju ta gëzoni fitoren e vitit 2021. Po, do të vetë kandidati i nominuar për populli shumë shpejt pret që të rikthehesh më fuqishëm se në vitin 2021. Vetë arsyetimi i Glauk Konjuncës janë pse u fokusova në çdo detaje dhe në çdo arsyetime për ta dëshmuar i njëri i cili është nominuar për kryeministër, njëri i cili pretendon me ndërtu një qeveri me marrë mbështetje opozitare, dëgjoj, se është shumë e rëndësishme kjo. Njëri i cili kandidati i cili pretendon me marrë mbështetje opozitare, mu shfaq si figurë konsensuale, me qëllim që të tejkalohen, mos t'i përmendin 100 herë çato sfida, në fund i thot liderit të tij, populli është duke pritur që ti jesh edhe më i madh se sa që je. Apo e kupton pse thash është më rrezikshëm? Apo e kupton që pse thash që është më rrezikshëm Glauk Konjunca se sa Albin Kurti? Kjo është në kuptimin politik. Unë lutem që të jetë Albin Kurti kryeministër nëse nuk ka zgjedhje tjetër. Vetëm Glauk Konjunca të mos jetë kryeministër. Tjetër është dëshira miope e subjekteve opozitare që nuk arrin ta kuptojnë këtë lojën e policit mirë dhe të policit keq. Edhe nëse të kujtohet, edhe kur ka qenë arsyetimi Albolena Haxhiu apo Glauk Konjunca, ti e din që unë kam qenë që tetë Albolena Haxhiu kryeparlamentare shumë më shumë se sa Glauk Konjunca. Qysh i nevojitet Kosovës një kryeministër i cili del edhe lutet që lideri i tij të jetë edhe më i madh se sa që është, që të ketë edhe monopol më të madh politik. Çfarë tregon kjo për ambicien e tij? Po kjo tregon që ai veç vepron nga ndjenja e detyrës sapo mund t'i shërbejë Albin Kurtit as gjë tjetër. Dhe arsyeja pse disa protagonistë të subjekteve opozitare emrat të caktuar e mbështesin Glaukun, sepse janë si vëllezër politik, sepse të njëjtit kanë përfituar në krah të liderëve. Në kushte rastësishme pse po e zom Behrami, Memli, gjithë këta, sepse janë i njëjti brum politik. Këta kanë përfituar për shkak të aksioneve politike të liderëve të tyre, dhe ndërkohë edhe Glauk Konjunca ka përfituar politikisht për shkak të liderit të tij. Pra do të janë njerëz që kanë përfitime politike pa aksione të drejtë për drejtë. Dhe kjo i bën këta si vëllezër politik në këtë aspekt. Për qeverisjen. Po absolutisht. Po pa adresë tu. Dëgjoj, Rit, kujdo që ti ja spjegon që të sen. Njëri i cili mos ta përsëris 100 herë, njëri i cili po zotohet me ndërtu qeveri konsensuale dhe dele lutet që lideri i tij të jetë më i madh se sa ka qenë. Falu, kjo është as qesharake, Rit, unë nuk di më çysh me interpretu. Po kjo është shumë e domshme një person i këtij me udhëheq shtetin. Do të thotë sikur në Amerikë, si në Amerikë që e pat një filozof që lutet që Trumpi të mos jetë zëvendësim Vance, J.D. Vance. Sepse në kuptimin burokratik të raportit me liderin thot më mirë është Trumpi se sa zëvendësi i tij. E njëjta situatë është sa i përket këtyre raporteve. Kështu që në ç't drejtim kjo është analiza ime. Ju nuk pushini, jeni skeptik që vendi mund të ketë qeveri. Jo. Pas 15 ditë. Jo. Edhe pse presidenti ja tha, ta çojmë procesin në kuvend, të shikojmë, u bazua edhe në historinë politike kur deputetët kanë lëvizur. E ndajtë dhe një përvojë personale kur kishte votuar kundër zotit Hoti e tjera. Kundër zotit Mustafa. Lëvizja vetëvendosja e ka çu projekt buxheti në kuvend. Dhe sipas saj, qeveria në detyrë ka çu, sipas saj ka bë mirë, tash ajo duhet dalë dhe të shpjegoj që ka bën një shkelje ligjore pse e ka çu në këtë mënyrë dhe po kërkon qeveri legjitime. Tu tash duhet të ushtrohet presioni politik edhe publik.
Në momentin kur kërkon qeveri legjitime për ta adresu këtë sfidë, kjo mënyrë e dërgimit, kjo mënyrë e miratimit, pas ka qenë jo ligjore dhe këto duhet të jap justifikim para opinionit publik, sepse nuk shkojnë bashkë këto dy. A shini që deputetët e caktuar dhe mund të lëvizin, apo s'ka vullnet real vetëvendosja që ta bëjë qeveri? Dëgjoj, unë nuk besoj. Në këtë mënyrë se si po orvatet. Dëgjoj, unë jam i bindur që lëvizja vetëvendosje, po të kish dashur e kish një qeveri fragjile kish arrit ta formonte prej certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve deri më sot. Njëri i cili ka qenë më spaku i kënaqur për këtë rezultat të zgjedhjeve mbase ka qenë edhe vetë Albin Kurti. 42% ka solë. Po rit, natash ndëgjo ti po gjykon për një prizmi tjetër politik, që funksionojnë demokracitë konsensuale, demokracitë parlamentare, këndvështrimi i lëvizjes vetëvendosje dhe Albin Kurtit është pak më ndryshën këtë drejtim. Do të skema e tij politike është jo kompatible me ç't mënyrë tonën të arsyetimit, me ç't mënyrën tonë të arsyetimit politik. Dhe kjo është njëra prej arsyeve madhore të burimit të krizës së madhe politike. Unë bilëm dje dhe po tani një shkrim gjuha e Donald Trumpit në trupin politik të Albin Kurtit. Mënyra do të thotë se si çështja që ka ndaj konstitucionalizmi, çështja që ka ndaj sistemit ligjor, çështja që ka ndaj oponentëve politik, duke ja mohu edhe legitimitetin politik, sepse deri më tani do të në këndvështrimin dhe në botkuptimin e Albin Kurtit ta nuk janë përfaqësues politik, ta janë vetëm përfaqësues të interesave private, të cilët fatkeqësisht kanë arritur ta uzurpojnë një segment të përfaqësimit politik për ta bllokuar misionin e këtij për shpëtimin e shtetit të kombit. Kjo është kur e kiti këtë narracion, kur e ki këtë botkuptim, kur e ki këtë doktrinë politike që çdo gjë që del jashtë skemës tonë është e padrejtë, është e dëmshme, është në esencë e korruptuar politikisht, do thotë, që nuk është gjykata ajo se thashë, nuk është gjykata ajo që vendos kush është i korruptuar, por është gjykimi im edhe vlerësimi im politik mbi korrupsionin potencial që ekziston tek oponenti yt, sepse vetë faktin që është oponent politik, ai është potencialisht i korruptuar, sepse ka një botkuptim të korruptuar politik. Është vetë, sepse të paknoqen me votat që mori. Me votat që mori tash edhe në fushatën elektorale të zgjedhjeve të shkurtit, disa herë ka thonë kryeministri, unë i referoj në deklarimeve të tij publike, disa herë ka thonë ne o gjithçka o asgjë. Nuk është që ne jemi duke ja mbeshur. Ne veç po interpretojmë reflektimi së cilës mendësi politike janë postulatet të këtilla. Dhe kjo mendësi politike e bën thujse të pamundur një ndarje normale të pushtetit me subjekte tjera politike. Unë i besoj edhe në ato Fatmir Limajt, tash është çështje tjetër a ka bërë mirë Fatmir Limaj nga një gjykim që ka shkuar apo jo, por unë i besoj në atë dramën që ka ndodhur kur fillimisht janë marrë vesh dhe më pastaj herën e dytë ka shkuar dhe i ka thonë jo se po kam pengesa prej Donika Gërvallës e Faton Pecit për më të nominu për krye parlamentare. Kjo është tallje edhe me bashkë bisedusin politik, sepse po ushtrojmë presion na me 6 deputet. Burimi i krizës është Kurti. Absolutisht, burimi i krizës në këtë dimension është mënyra konceptimi, mënyra se s'ka institucione. Por tash ne jemi para një sfide. Kjo që duhet të analizojmë dhe si mund të reflektohet në opinion. Do të jemi para një sfide ku prej certifikimit të zgjedhjeve dhe deri më sot subjektet tjera, po i quajmë kushtimisht opozitare, e kanë dëshmuar një kapacitet politik për ta bllokuar Albin Kurtin, për tu relegitimuar si Kurti 3. Një sukses si tyre thua, kjo është. Dëgjoj, kjo mund të jetë një sukses afatshkuar. Por rrëfimi s'ka mbaruar. Rrëfimi nuk ka mbaruar. Tash, subjektet opozitare kanë për obligim dhe detyrim të dërgojnë sinjale që edhe nëse shkojmë në zgjedhje, që do të shkojmë në zgjedhje, jo nëse shkojmë, por që do të shkojmë në zgjedhje, cili do të jetë veprimi i tyre politik nëse do ta kemi këtë rezultat dhe nuk realizohen pritjet e Albin Kurtit mbi 500 Kosovës të japin qeveri. Tash këto janë dy pyetje që i deri tash ta kanë bindur ka solli. Deri tash nuk, dy pyetje themelore politike i kanë subjektet opozitare që nuk po tham të përgjigjen në mënyrë eksplicite, por që të japin sinjal që të krijojnë besim në opinionin publik. Momentum nuk ka aktualisht. Cilët janë ato dy pyetje? E para, a do të jenë në gjendje që të bashkëqeverisin me Albin Kurtin nëse do ta kemi këtë rezultat, dhe unë lutem që të mos kem rezultat
Sepse unë besoj, unë lutem që të mos kemi rezultatin çfarë e kërkon lëvizja vetëvendosje, sepse sistemi ynë duhet të funksionojë vetëm bazë kompromisit, edhe konsensusit. Duhet të disiplinohen partitë politike që përkundër ambicieve të tyre maksimaliste në terren ta ndajnë pushtetin me tjerë dhe nëse nuk janë janë gatshëm të ndajnë pushtetin me Albin Kurtin për ta zhbllokuar situatën, dhe e dyta, nëse nuk janë të gatshëm ta ndajnë pushtetin me Albin Kurtin, a janë në gjendje të krijojnë qeveri të opozitës, kushtimisht po e quaj, se nuk ka qeveri të opozitës në kuptimin logjike politik të fjalës, që ta lënë Albin Kurtin në opozitë dhe lëvizjen vetëvendosje, me qëllim që urgjent t'i adresojnë këto sfida kryesore si që janë miratimi i buxhetit, miratimi i këtyre marrëveshjeve ndërkombëtare. Këto janë pyetje që shtrohen para opozitës. Dhe ato duhet japin një sinjal. Nëse të njëjtat janë në gjendje secilin prej tyre ta bëjnë, nuk mund të zhveshin nga përgjegjësia po ashtu pse u bën pjesë e bllokimit sepse nëse dëshirojnë qeverisin me Albin Kurtin, këta kanë mund ta bëjnë prej prillit, dhe ne nuk kishim marrë në këtë situatë të këtij presioni ekstrem që kartat e vetme elektorale të Albin Kurtit janë pjetesa biologjike se ja kanë kriju terrenin. LDK, AK, nisma. Është domosdoshme thu që tu thon njerëzve janë të gatshëm ta qeverisin Kosovën pa Albin Kurtin. Pa Albin Kurtin apo jo? Po jo të friksohen se duke e kriju, jo të friksohen para elektoratit se duke e përçu këtë mesazh po përfiton elektoralisht Albin Kurti, sepse të njëjtit kanë për qëllim vetëm ta bllokojnë atë. Nuk është mund sfidje tash bllokohet Kush e qeveris Kosovën? Kush e qeveris dhe as bllokohet shteti në këto tema themelore, në këto tema të cilat po i përmendim që ekziston konsensus i përgjithshëm që megjithatë janë urgjencë kombëtare. Arsyeja pse kemi ardhur këtu të jenë urgjencë kombëtare tash është temë tjetër. A do të jenë, do thotë, në gjendje ta tejkalojnë këtë sfidë ndërmjet veti, mosmarrveshjet, fragmentarizimin e tyre, sepse nuk mjafton politik vetëm të jesh kundër diçkaje, nëse nuk je për diçka, nëse të mungon alternativa, nuk mjafton vetëm bllokada, dhe nëse këto është rreziku, them. Dhe këtu i referona një postulati kërkojnë ndjes që po e përmendi, një postulati thuj se këtu e 2500 vjet më herët të një mendimtari grek Aristotelit, i cili deklaron që në situata kur shoqëritë ndodhen në zgrip të kaosit, janë më të prirur ta votojnë edhe pse mund të mos solidarizohen politikisht, janë më të prirur ta votojnë më shumë atë i cili transmeton mesazh që potencialisht i ka gjasat më të mëdha për ta shmong këtë kaos sesa të tjerët. Dhe tash nëse opozita ta duçoj mesazhin që janë të gatshëm të bëjnë zgjidhje. Po, nëse opozita nuk e transmeton mesazhin që është në gjendje ta shmong këtë që po na pret, se ajo që po na pret unë e friksuam ende ta mendoj rit. Mund të na pres do të thotë mos miratimi i buxhetit. Nëse smiratohet buxheti dhe ato e kam thonë edhe këto e tha edhe dje, nuk duhet që tash njëjtin sens që kam thonë unë edhe kryeministrin detyrë Albin Kurti e tha edhe dje që nuk do të kemi mundësi as të bëjmë zgjedhje pa ndarje të buxhetit për KQZ. Nëse të kujtohet në këtë studio e kam thonë. Dhe tash nëse ne hym në çet situatë që opozita nuk transmeton mesazh që është në gjendje të miratoj buxhet, krijoj një qeveri, qoftë edhe një muj. Një qeveri afaqkur sepse me temën e presidentit njerëzit duhet sigurohen që nuk do të bllokohen, sepse nëse kanë ndjenjen që do të bllokohen, atëherë ekziston rreziku që shumë më shumë të marrë mbështetje Albin Kurti, të paktën vetëm nga konsiderata e urgjencës momentale që të mos bllokohen ato që i kemi quajtur presioni nevojave ekonomike që po rëndojnë mbi shoqërinë tonë. Pra, këto presione sociale që po akumulohen dita ditës dhe mund të krijojnë realitetet të çuditshme politike që mund befasohemi dhe janë banale krejt tash arsyetime dhe argumentet ne që i përmendim, jo rritja e çmimit të rrymës, jo kjo, jo ajo, sepse ajo që do të jetë përcaktuese në votim. Kush e çon mesazhin? Në atë situatë do të jetë kush na shmong kolapsin që na të mos bllokohemi, mos mi marr rrogat. Se më tepër se gjysma e qytetarëve të Kosovës janë kredi nëpër banka. Ti e din çka ndodh në një situatë të këtilla apokaliptike. Dhe nuk do të jetë më sfidë kush jep premtime më të mëdha për investime kapitale. Nuk do të jetë më shqetësim për qytetarët e Kosovës kush jep për reforma më të mëdha në kush bën atë autostradë, kush e bën këtë autostradë, kush këtë rrugë, a do të hiqen sanksionet apo nuk do të hiqen sanksionet. Absolutisht do të jenë tema margjinale që prekin interesat afatgjatë të shtetit të Kosovës. Dhe kush do të ofrohet më shumë me administratën Trump apo kush nuk do të ofrohet. Fare nuk do të jenë. Nuk do të jenë tema.
Qytetarët e Kosovës do të shkojnë te kutitë e votimit përballë këtyre dy presioneve të mëdha. Dy zgjidhjeve. Dy zgjidhjeve. Edhe përballë këtyre dy Zgjidhja presioneve. na i mbaron problemet, zgjidhja B është e paqartë. Është e paqartë. Ose anasjelltas. Ose anasjelltas, është e paqartë zgjidhja B. Kushdo që mban që ka këtë lloj paqartësie, mban kosto. Kosto elektorale do të ketë. Po. Le të shkruhet që le të shkruhet, le të dokumentohet, le të dokumentohet. Ai që nuk e thot mesazhin çfarë, edhe një herë po. Ai le të dokumentohet në të varëbria kjo që tham. Ai i cili nuk do të jetë në gjendje ta transmetojë mesazhin që do të jetë në gjendje ta zhbllokoj këtë dimension të jetës ekonomike mund të ketë kosto elektorale. Dhe në ata të gjithë dim, asnjëra prej subjekteve opozitore nuk ka gjasa, mund marr pak më shumë vota për aty do të sillen. Ato janë të detyruara o ndërmjet vetit të bëjnë pakt politik, o janë të detyruara të bëjnë marrëveshje me Albin Kurtin. Në rrethonat aktuale nuk shoh mundësi tjetër. Ato mund të krijojnë për efekte elektorale, propagandë e tjerë, por ne e dim realitetin politik. Ky mesazh është i rëndësishëm në secilin momentum elektoral, sidomos. Po ndëgjoj sepse ne po hym këto zgjedhje. Me këtë trashje të problemeve ditore. Ne po hym këto zgjedhje me do presione bazike ekzistenciale. Asnjëherë nuk ka ndodhur që të hyjmë në zgjedhje parlamentare, është hyrë me projekte të liberalizimit të vizave, projekte të mëdha. Dëgjoj, ne po hym në këto është hyrë me projekte të reformeve në arsime tjera. Ne këtë herë hymë në zgjedhje nën presionin, në ndikimin e këtyre presioneve të mëdha sociale dhe ekonomike. Dhe mbeso, asnjëna prej atyre temave që i përmendin nuk do të kenë rëndësi në veshjen e qytetarëve të Kosovës përballë këtyre sfidave imediate. Njerëzit do të kërkojnë garancë. Do të kërkojnë garancë, kush miraton buxhet? Shishoj çfarë situate kemi ardhur. Kush ka kapacitete më shpejt me miratu buxhetin që mos u blloku shtetin? Kjo është situata në cilën kemi ardhur. Dhe përgjithësisht janë edhe subjektet opozitore. Sepse kanë mundur ta krijojnë një koalicion qeveritar pa Albin Kurtin dhe ne nuk të kishim ardhur në këtë situatë. Nuk e bën asnjëherë. U bën pjesë të njëjtës lojë. Dhe duke u bë pjesë të njëjtës lojë na kanë pru në gjendje që potencialisht të mjaftohemi me situatën për ta pranuar si tillë dhe për ta duar trukit. Për të thënë bravo. Ai i cilin e shpresa që e miraton buxhetin më shpejt. Dhe këtu tash Albin Kurti ka shansat më të mëdha. Sepse ka ndikim më të madh elektoral, atëherë mund të krijohet një realitet i çuditshëm shpeshherë dhe irracional në shoqëri, edhe këto vota që i mungojnë mund të kalojnë më shumë në taburin e tij elektoral, sepse ky mund shihet si shpresë më e madhe për mos bllokim të shtetit. Sepse nëse ndodhe ajo siç e përmendëm, edhe rastin e presidentës që ne mund të hymë edhe në mars, edhe pa presidente do të jemi edhe pa kuvend. Do të kemi një qeveri pa presidente, pa kuvend, pa buxhet. Do të nuk di në historia nuk njeh deri tash. Në historia e historia e sistemit politik në Kosovë, si situata precedente. Nuk është provuar asnjëherë. Po siç duket perëndit edhe orakujt na i paskën rujt për ma vonë krizat më të mëdha politike. Kasolli, nesër do diskutojmë mbi rrethin e dytë të votimeve. Do doja ta ta konsumojmë këtë temë, sepse është shumë procesi i rëndësishëm edhe politikisht me gjas. Se çfarë do ndodh me 9 nëntor. Ajo që është rëndësishme, po dhe besoj do t'i kushtojmë pak vëmendje, do të kemi mundësi ta lexojmë, sepse e pranoj nuk po ta mundësi shumë të merrem me to. Është edhe raporti i progresit, do thotë. Në pikat kryesore, sepse është e pamundur, do thotë një raport 80 faqe që në detaje të analizohet, po besoj që ja vjen për hir të formulimi i madh është që Kosova nuk eci politikisht. Nuk eci, do thotë ishte një vit i humbur, kaq politik për Kosovën. Po të cilin vit humbur do ta përfundojmë si thash me dallëdije elektorale e me atmosferë festive. Tupana, davulle. Të falenderoj Kasolli, unë shpresoj që gjithë këtë intervistë nga fillimi në fund ta shohin dhe figurat politike gjithë që bëjmë besoj me kujdes ose e maskojnë shikueshmëri të mos tregu që kanë shiku, po është mënyrësi ajo ato mesazhe që i tha në zgjedhje është mënyrësi në këtë interes personal asgjë. Do të nuk është interesi im personal këtë drejtim. Ta shohin. Nëse me të vërtetë dëshirojnë që të paktën të transmetojnë me mesazh publik dhe politik që janë zgjidhje dhe jo vetëm bllokues, se fatkeqësisht janë duke transmetuar këtë mesazh mirë, po problemet e Kosovës nuk zgjidhen vetëm duke e bllokuar Albin Kurti, po duke ndërtuar alternative ndaj Albin Kurti, sepse nëse thellohet kriza potencialisht sipas leximeve të mia, do të ore të jem gabim, zakonisht liderët të tillë kanë shansa të përfitojnë më shumë nga kriza.
nga se përfaqësues të opozitës shihen si më të tetërsuar nga populli. Albin Kurti ende shihet si njëri më i barabartë në raport me ta. Ndërsa tash që kërkon një analizë tjetër që historia e njerëzimit ka dëshmuar qysh lider të tillë Çfarë të tha, çojeni mesazhin, njerëz do të përcaktojnë kush cili mesazh ta mbështesin, ta mbështesin ato që ju çka mendoj unë për këtë punë, çka mendoj apo atë që është i hamendsuar se si ta kryj punën. Çka mendoj unë për këtë punë, sa është i afërt me popullin Albin Kurti, nuk është me rëndësi. Me rëndësi është çfarë është disponimi politik dhe ta janë në jetë publike unë në aspektin ideologjik e doktrinar, e shoh jashtëzakonisht të tjetërsuar nga qytetarët e Kosovës Albin Kurtin. Por kjo nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi vlerësimi im politik, në procese politike të jetin besimi masiv është i rëndësishëm. Ai është gjithkohë në referendum popullor. Ai është gjithkohë në referendum popullor. Ai shihet si një njeri më i afërt me popullin se secili prej liderëve të partive opozitare, realisht. Pyetjen duhet t'ja bëjnë vetet secili lider, pra. Dëgjoj, po secili prej tyre rrit përpas spektaklit elektoral për zgjedhjet komunale, po nuk dalin me taku qytetarin e Kosovës në komunat. Të enklavizuar në byro, zyre. Të enklavizuar në Prishtinë janë. Rasti Drenasit e dëshmoj që s'ka një ori për ato që ndodh që janë të shkputur nga realiteti. Që janë të shkputur nga realiteti. Edhe tash kjo krijon jep një përparësi solide Albin Kurti që shfaqet si dikush i cili këta që po ja rrezikojnë demokracinë. Po. Nëse merr votat, në rregull jemi, jo, absolutisht. Të falenderoj Kasolli, rishqimi nesër, po. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.